Kam lërthojnë, thë. Po, që të dy, ha. Bravo. Na? Po, kuqe. Që janë këto? Që janë? Bravo. Kjo këtu? Good. Kjo këtu? Buk. Që të bëjmë? Hambu? Gjerë. Bo. Vasa. Për Klarën. Nuk i kishte marrë mami, jo. Kishte haruar biberonin të shtëpia. Po, harova. Që është kjo? Kush e ka këtë? Bravo, për Klarën. Donald. Me të tregoj. Tjera. Kush është kjo? Ky që, prit, ky është seleri. Bravo, marrë një seleri. Po, këto do i tregojmë pastaj, se është në atë tjetër supermarketi. Me këto po tregojmë këto që kemi bler tek Rever. Po. Qa blem në tjetër të Rever? Qa është kjo që të tha mami? Ana? Na? Ananas. Ananas. Një ananas, thë. Këtu e qash? Ginger? Bravo. Dhe këto blevën neve. Tek Rever. Po? I me të tregojmë çfarë blevëm te DMA. Qa është kjo? Për ve? Bravo. Dhe hundën. Kjo tjeta? Dhe kjo është për ve? Veshët. Po. Janë për veshët, këto janë për Klarën. Okej. Morëm bibilina, thej? Bibilina, se s'kishja. Bravo. Mora një kështu. Me fro. Motra e fronze. Ana. Kjo është fronze, kjo është Ana. Bravo. Kjo është për çfarë është kjo? Për kurizin, për trupin, bravo. Morëm dhe një tjetër? Kështu? Me çfarë more tjetër? Me çfarë more? Me shumë gjëra të bukura, bravo. Morëm një për babin? Po, blem një babit, jo, dung. Një për babit, thoj, dordoran. Dordoran, jo ta shtypësh. Të dordoran. Të një dordoran. Dordoran. Bravo. Morëm një krem Nivea të vogël. Po të një krem Nivea. Krem. Bravo. Pastaj do ta japi mami me, po tregojmë gjëra që morëm. Kjo këtu që është? Për mami, Klara ka. Kete guzhë të banjo. Sa është e guzhinë. Kjo këtu, për kërë është kjo? Për papin. Good. Bravo. Kjo këtu çfarë është? Për trupin e mami. Po, mamitinës, e. Pastaj mori mamitina? Këto? Këto kështu, pastron pushin. Kjo këtu e thoj që pastron pushin. Bravo, pushin e fytyrës. Anti këta? Çfarë more ti? Na trego çfarë more? Lu? E po tregoj lulën bukur. Ndryshe, në ana tjetër kthe. Bravo. Tjetër gjë çfarë morëm? Çumça? Bravo, good. Po ti hëngi një shumë të madhe çumçakiq. Po, ha prap se. Do thua shpaqim i men? Se bëje paqim. Mbyllë.
Okej, hec të bëra një video. Dhe shikosh ti videon? Skëll? E shumë e bukur. Po, ka dhe të mëdha, ka dhe të vogla. Nuk është një e madhe. Po. Nuk është një e madhe. Një madhe. Po. Një madhe. Ma shko sa bukur të ka. Shumë bukur, ja. Një
Përshëndetje, mirëmëngjesi. Më të themi, se është ora 12, diku aty, unë sapo erdha në shtëpi, takova kushuriren që ka ardhur në Berlin dhe dollëm patëm një çik të aksionin, bleva disa budalliqe, disa gjëra të interesante, do ju tregoj me. Po, një gjë bleva shaka për Klarën, se për këtu në balkon na duhen këto shapkat, për në kopësh ose kur të dalim për jashta nuk na duhen këto se hyn rera. Mora këto shapkat për Klarën. Pastaj mora toja janë me karton, dhe mora për më shumë për një përdorimshe, sepse do ju tregoj se çfarë kam bler në Amazon dhe për çfarë më duhen këto. Mora këtoja, aksioni. Ju them, çmimet nuk i maj mend. Pastaj mora këtë të bëjmë një aktivitet këtu në balkon bashkë me Klarën. Një këto kështu që të hidhet, ti vesh në për vende të ndryshme. Është kjo këtu, nuk e di se sa e shikoni. Kjo më duket se ishte gati të 3 euro, kjo këtu. Nuk e pritet, ishte kaq lirë kjo këtu, po kallçuk janë ato, janë normal. Pastaj mora këto çorapet për Klarën me fronze. Çik të shkutra, e se më ka filluar të i përdor këto të holla, se gjithkohës domethënë dhe më nuk është aq ftohtë që na duhen këto të kopshti, këto të shkutra. Pastaj mora këtë këtu për telefonin. Se fokuso ka mora. Prisni, moment, s'po fokuso këtu, këtu e për telefonin. Kjo ishte te 1 euro ca. Pastaj mora të këtuja. Kjo më duke si ishte të 3 euro, nuk e maj mend çmimet, nuk mund t'ju them fix. Të 3 euro, të 2 euro ca, nuk mund të maj mend fix. Pastaj gjeta Klarës të këtuja, të ta bëjmë gotën e saj dhe furçën e dhëmbe, ishte me dritë, ishte okej, diçka e bukur. Për fëmijët kaq duan fëmijët dhe kënaqen. Kaq ti tregosh dhe është kënaqe shumë. Pastaj për telefonin që mbaj, tjetrin iPhone-i tjetër, se siç e dini unë kam 2 iPhone-a, ky është i riu, 17-s, edhe për atë tjetrin, tash t'i vija këtë kështu, që ta se nuk pëlqeu. Kaq, se më pëlqeu. Është kjo këtu, këtë marr 1 euro. Pastaj gjeta një busku lip balm, se thash busku është lip balm, për të buzët, po është me 30% SPF. Nuk e di se sa mirë është kjo. Të provojmë këtu bashkë. Nga firma Zenova. Ti është motrime. Ishte ka. Dhe shumë hidratues. Edhe këtu. Të kjo çanta këtu. Pastaj mora këtu të madhen. Se siç e dini, neve kemi kopësh për jashta, jemi kati parë dhe kemi shtëpinë përdhesi. Dhe përpara kemi vend dhe dua që të mjet domate këto gjëra, domate, speca, kastrveca. Dhe i kam vend farat, kanë dalë, dhe dua të krijoj ftehime të rinë për vazhdo derisa të rriten në mjaftueshëm që ti mjet poshtë. Edhe mora këtë, ishte te sa mund të kushtohet te 13 euro, më duket se ishte kjo. Nuk i maj mend vërtet. Nuk ishte shumë e shtrenjtë normal. Edhe pastaj mora të gotën këtu për Klarën, që të pi do një armit. Për plash për në rerë për Klarë mora këtu. Për erën këtu se tash për në plash, për erën këtu. Edhe këto mora në aksioni, pastaj vajte që këti koflanti. Të koflanti kishte mortot me ullje në 2,70 euro ca, në 1 euro ca. Mora 3 pako, këto mortot. Mora një salam, edhe një biçi që të gatuaj me patate, që të hanë gjë, në një gjë, dhe të gjërë.
Jo, nëse këtë duhet të shikoj se këtë kushtovi 9 euro ka kushtuar kjo. Që ju thashëm, 9 euro 95. Kjo këtu. Kose shapet e Klarës ka kushtuar 4,49. Edhe këto... dhe kjo, pas ka kushtuar, kjo që është për 3 vjeç e lartë, 3,23 euro. E këto ishin gjë që mora unë, dhe i vena për vendet, ora ka vajtë, si që thash, 12 e cajmen, edhe do filloj e vash të bëgjellën, 3 mark larën, të mark larën, do shtë dalim të plazhë, ma është fokusua plazhë, mëre. Do dalim të parku, edhe pastaj shtëpi. Se Klara nuk fle me gjumë të kopshti, edhe ju pata thënë se do ju thoja çfarë më thanë të kopshti për Klarën. Kisha të takimin për të kopshti për zhvillimin e Klarës dhe më thanë që hecën shumë mirë, ka hecën shumë mirë, është ambjetuar shumë mirë, lozë me të gjithë fëmijët, ose ku nuk do me të lozi, i thot fëmijët që nuk dua me, i ndalon kështu me dorë, kam mësuar, thot, ti thoj stop, që nuk do me, se normal nuk di dhe gjuhën, dhe tha, po hecën goxha mirë, i menu në dua vash që ajo të heqë dhe bibilinën në men, se në shtëpi nuk e maj me bibilinë dhe ku dalim për jeshtë nuk e maj, po të kopsh nuk e di, do që ta vejmë dhe thojnë ato që ku vete që të bëj urinën, thot që e heq vetë, nuk do ndim në askush, me ka filluar vetë të veshi qërapet, kpucët, do vetë që të veshi gjupin, e zhvilluar shumë, do më thënë, dhe më bëj qefi për këtë gjë, po hecën shumë mirë, po gjumën e drekës e kemi ndaluar, gjatë vetëm shtun djelë, do më thënë do njëherë e vej kër jemi në shtëpi, ose kur nuk kemi ku të dalim, do njëherë shikoj se e do dhe e vej, po shumë herë do më thënë nuk e vej masema në kopshti, preferoj të dalim të parku, vim në shpi, hajmë buk, dalim të parku, lozim, pas e vim shpi, lajmi dhe bëjmë gjumë, ndarke dhe nuk zjot me gjatë natës, se për para zjoshe dhe kërkot të qumësht, nëse men jemi okej. Edhe i men, prandaj harova t'ju thoja radhën e parë se çfarë më thonë dhe kujtova i men t'ju them. Këto njerëz duhet të lëviz të vej t'i mbledh përsëri këto gjërat, ato që do marrë që të shikoj Klara se i pëlqen shumë, do më thënë, kur shikoj qesën që i kam blerë ndonjë gjë për atë, dhe për wow, mami, dhe fillon e thot, faleminderit të përqafon, nuk e di, fëmia kur shikon diçka, dhe shapa dhe çorapet të jenë, thot wow, diçka e vogël i pëlqen shumë. Edhe këto, sidomos kjo ime që është me fronce. Edhe këto ta mbyll unë, se kam dhe motrën që po flas me motrën në kamër, ta mbyll dhe flasim më vonë, ndonjë ditë tjetër, unë këto video të vloget kështu po i bëj ditë me ditë, nuk është domethënë se ju marr çdo ditë me mua, ose t'ju marr në mëngjesit dhe ndarket, ose t'ju tregoj edhe ku vetëm nëpër dyqanet. Nuk i tregoj sepse i bëj shpejt e shpejt, të marrë sa më shpejt e të vinë në shtëpi, se të bëj gjellën, të bëj ndonjë punë, sepse them i kam punë të bëra përsëri një fshesh do e vej, se këtu në Gjermani kush jeton e di se ka shumë plur dhe çdo ditë do më thënë duhet fshesa dhe leckat çdo ditë. Edhe prandaj nuk ju marr çdo ditë se çfarë bëj, se jam punë shtëpie, nuk është se bëj ndonjë gjë wow që t'ju tregoj ose ndonjë udhëtim, siç e keni qejf të shkoni në gocat e tjera, po te Kanalim nuk ka këto gjëra. Te Kanalim është një mama në shtëpi, me fëmijën e vet, me punët e veta, me punë shtëpie, me gatime, me këto gjëra. Nuk kam ndonjë ditë, domethënë që mund t'ju tregoj se çfarë mund, ose ndonjë udhëtim që mund të bëjmë. Ndonjëherë kur shkojmë me ndonjë park, kështu që është diçka për të treguar, ose për t'ju them që duhet të veni ta vizitoni, po mund ta them, po më t'ju them që shkoni te parku, domethënë me fëmijët, çdo kush e bën këtë gjë, po ndonjë park, domethënë që unë kam vajtur dhe më ka pëlqyer,
si parku i dinosaurëve që vajtëm dhe na pëlqevi shumë, ju pata thënë që është shumë i bukur, kush ndodhet në Berlin të shkoj, tash e vizitoj. Edhe këto. Imen po deshëm ndonjë gjë tjetër na una të shikonin, më falni, po nuk kam këto gjëra, te kanali nuk ka këto gjëra se nuk kam mundësi për të vajtur të shikoj. Se është kjo që duhet të kesh kohë, duhet dhe tje dhe burin të mundet të shkojmë. Domethënë e shtunë e diela është e shtunë të shkosh në supermarket, e diela është të shplodhet personin që ka qenë në punë, edhe për të shplodhur domethënë në mëngjes do rresh deri në ora 11 në shtëpi, pastaj do dalësh, nuk mund të jesh domethënë në telefon t'ju tregoj gjithkohës. Dhe preferoj domethënë mos të xhiroj, po preferoj domethënë gjërat që blej, t'ju tregoj pse jo, se e di se disa i kanë qef, edhe e di dhe disa që kanë fëmijë dhe i pëlqen domethënë të shikojnë lodra, çorape, shapka, këto gjërat kështu që i blejnë për fëmijë. Edhe prandaj mos harroni juve, kush nuk më kanë ndjekur të më bëjnë një subscribe, dhe pse jo të video mund të ndaj me miqtë e tyre, që me mamat e tyre që janë mama dhe duan të më suportojnë. Prandaj mos harroni like, subscribe dhe të më ndiqni në Instagram. Instagram e më mjafton, se TikToku është diçka që është diçka argëtuese. Prandaj, më falshim, mos harroni të më ndiqni.